Rutinën teme që e bëj shumë rrallë, ama e kam shumë qef, është rutina e flokëve. E kur të tham rrallë, mendoj 1 herë ose 2 herë në javë. E vërtet është që aq rrallë i laj flokët, ama besomni kjo është një farë mënyrë shumë e mirë për me i rujt flokët sa ma shumë. Kjo është hapi i parë se qysh me i pas flokët e mira. E hapi i dytë janë produktet e mira. Ky biznes i vogël e ka shtu edhe një produkt, ama për ata folim pak ma vonë. E tash rikthehemi te rutina e flokëve. Para larjes e vendosi serumin nga bio shampo në majët e flokëve për me i ushqy edhe mes me kris, gjithashtu edhe në rënjen e flokëve. Serumi ndihmon për me u rrit flokët edhe me ushqy. Këtë produkt e masazhoj 3 deri në 5 minuta dhe ky hap është shumë i rëndësishëm për mua. Pas gjys ose 1 orë vazhdojmë me i la flokët. Jam dashuruar në këtë shampon vetëm prej disa arsyeve. Nuk përmban sulfat, alkool apo ngjyra të tilla. Ajo është shumë e rëndësishme për flokët me kon shamponi natyral. Unë e vendosi 2 herë në kokë edhe masazhoj tepër gjatë për me a heq yndyrën. Rikthehemi te produkti i ri. Sprej kundra strijeve, cilin unë jam të e përdor që 2 muaj vazhdimisht. Ata që e kom vrejt unë është që lëkura ime ka ma shumë elastin edhe është ma e butë. Strijat e mia sot duken kështu e kështu janë duk para 2 muajve. E di që pe vrejni dallimin. Produkti i rrallës është sprej për flokë. Është kundra nxitjes të flokëve, ama unë e përdor në shumë raste të tjera. Pas dorsmave dhe shumë frizurave të tilla, e vendosi sprejin në krejt kokën edhe shumë kollaj tani i krehi. Këtë produkt seriozisht e adhuroj edhe jo propozoj gjithëve rreth meje edhe ja u shpërndaj. Fun fact, unë këtë produkt e kam në çdo shtëpi që shkoj. Në shtëpinë time patjetër, ama edhe te prind edhe në Kosovë te prind të Albanit. Flokët e mira janë pjesë e outfitit. Flokët i kam gjata, majat e rujtne edhe të vizllueshme, e kjo është puna e bio shampo.